ishte një frikë e përgjithshme dhe kërcënimet ishin kryesisht nga forcat serbe, të cilat mendoj kishin dënuar me vdekje në një pikë të caktuar, nuk di nëse ka ishte në Rambuje, por e kuptoj që serbët kishin kërcënuar, pra i kërcënuar nga ushtria serbe, nga udhëheqja serbe. Po ai ishte njeri me dinjitet dhe nuk mendoj që donte të më thoshte mua personalisht se ishte i kërcënuar nga po kishin një kërcënim konkret ndaj tij. Pyetja e parë që kam për ju zoti Rubin është kjo. Nga e dini ju që ishte krahu ushtarak që duhet të merrte vendim. Ja ka thënë zoti Thaçi shprehimisht këtë gjë, domethënë që vendimi merret nga ushtarakët apo jo? Rubin, të nderuar gjykatës, më sa kujtohet mua, ky ishte prezumim, kështu e kam kuptuar unë. Nuk është se ma ka thënë specifikisht ose trosh zoti Thaçi se nga ku duhet ta merrte miratimin. Por unë e dija që USHK-ja kishte të shquajturën degën ushtarake dhe unë mendoj që ishte prezumim ose kështu e kam kuptuar unë vetë nga ajo që më shton, por nuk është se ma ka thënë me gojën e vetë zoti Thaçi këtë gjë. A mund t'ju pyes tani për çfarë kishit fjalën kur thatë grupe të ndryshme, klane të ndryshme, për cilat grupe apo klane kishit fjalën? Përgjigje. Mendoj që nuk e kisha fjalën për ndonjë klan në veçanti, po përpiqesha të komunikoja se struktura e udhëheqësve të Kosovës dhe vendimmarrësve në një shoqëri që ne nuk e kuptonim mirë, nuk e njihnim mirë, kishin nevojë për ideolog politik, ushtarak, siç ishte UÇK-ja, dhe ata që unë i quaj udhëheqës të klaneve. Ne kuptuam që shoqëri që organizohej rreth familjeve të gjera, të personave të vjetër me autoritet, pra nuk kisha fjalë për një klan në veçanti. Pyetje, faleminderit, zoti Ruben. Në paragrafin në vijim, paragrafin 25 i deklaratës suaj, ju flisni përmendni zotin Thaçi që kërcënohet sepse po bën shumë lëshime dhe ju kujtohet që sa ju ka folur për kufizimin që kishte, pra që kishte në farë mënyrë nuk mund të bënte gjithçka. Ju kujtohet që keni thënë këtë mbrojtjes? Përgjigjet po, gjykatësia mund të na jeni pak më saktë më konkret duke filluar me çfarë lloji kërcënimi që bëshin ndaj zotit Thaçi dhe kush e kërcënonte atë. Përgjigje duhet të jem sa më qartë që të jetë mundur. Nuk kam pasur asnjëherë prova personalisht për një burim i veçantë që ai ishte i kërcënuar. Ambuje ishte një mjedis ku kishte një lloj tensioni. Njerëzit ishin gjithmonë aty duke thonin gjithmonë gjëra, disa ishin vërteta, disa nuk ishin. Ai ishte person i ri për mua dhe ishte e qartë për mua se pjesëtarët e tjerë dhe se pjesëtarët e tjerë delegacionit amerikan më thonin gjëra rreth UÇK-s apo shqiptarëve të Kosovës, UÇK-s, pra që dhe kjo ishte përvoja ime që isha zhytur ishte përvoja e re, unë isha zhytur në këtë funksionim të brendshëm dhe pra do përpiqem të kujtoj që dikush edhe pse përpiqem që dikush në ekipin tim tha që ai është kërcënuar apo dikush në ekipin tim tha që ai është i friksuar dhe pastaj në këto raste bisedoja me të dhe përpiqja të kuptoja se ai ishte vërtet apo jo. Ai nuk më ka thënë asnjëherë që është kërcënuar, por ka qenë një supozim i përgjithshëm që ai ishte i tensionuar dhe kjo ishte pse lëvizjet e tij brenda dhe jashtë kështjellës ishin të kujdesshme dhe më kujtohet që më ka thënë një herë se sa e vështirë ishte për atë që të hynte 10 ditë nga Kosova duke kaluar përmes maleve për mbrojtje. Pra mendoj që, si ta them, ishte një frikë e përgjithshme dhe kërcënimet ishin kryesisht nga forcat serbe, të cilat mendoj kishin dënuar me vdekje në një pikë të caktuar. Nuk di nëse ka ishte në Rambuje, por e kuptoj që serbët kishin kërcënuar, pra i kërcënuar nga ushtria serbe, nga udhëheqja serbe. Gjykatin po ju dëgjoja, flisja me kryegjykatën gjithashtu, por ju dëgjova në njëjtën kohë. Gjykatësi, faleminderit zoti Rubin, zoti Thaçi ja ka përdorur termin apo ndonjëherë kërcënim,
Përgjigje, po, njerëzit e personat në delegacionin amerikan e përdorin termin, më kujtohet, po ai ishte njeri me dinjitet dhe nuk mendoj që donte të më thoshte mua personalisht se ishte i kërcënuar nga po kishin një kërcënim konkret ndaj tij, por atmosfera ishte se ishte i kërcënuar nga forcat ushtarake serbe dhe kjo bënte atë që të udhëtonte me shumë kujdes. Gjykatësi e kuptoi dhe mund na thoni çfarë ishin lëshimet që zoti tha që i bëri gjatë raundit të parë të bisedimeve në Rambuje. Përgjigje, marrëveshjet e Rambujës, për ata që i kanë lezuar, janë shumë të gjera dhe të hollësishme, përmbajnë shumë hollësi, përfshirë edhe lejimin që NATO-ja të jetë struktura ushtarake sigurisë dominuese, zotëruese në Kosovë. Dhe kjo ishte kundër idesë që UÇK-ja të jep të krijon të ofronte sigurim për popullin e Kosovës. Pra kishte në formën bazike të saj ishte një lëshim. Së dyti, duke u pajtuar në parim, besoj se ne kishim bërë atë që quhet në parim, pra për marrëveshje në parim. Këto marrëveshje nuk kishin një garanci për pavarësinë e Kosovës, në vetvete nuk e përmbanin, pra marrëveshja nuk e përmbanin. Ato thjesht thonin apo përmbanin element të tregues që mund të ishte mundësia e shprehjes së vullnetit të popullit pas 3 vjetësh, dhe besoj pra kjo është. Pavarësia ishte lëshim dhe kjo ishte gjë e madhe. Pyetje, pas raundit të parë të bisedimeve në konferencën e Rambuje, u pezulluan pra ndërprend për besoj 2-3 javë dhe pastaj raundi i dytë i bisedimeve filloi në Paris apo jo, përgjigje po. Pyetje dhe pastaj në fund për referon paragrafin 27 të deklaratës tuaj tani, delegacioni i Kosovës nënshkroi marrëveshjen me 18 mars 1991. 1998, më falni, përgjigje po. Faleminderit.